Politikanët dhe diplomatët në përgjithësi e përdorin shumë komunikimin jo verbal për të përcjellë mesazhe politike me 2 ose më shumë kuptime. Për ta konkretizuar këtë ide po ilustrojmë me përshkrim të hollësishëm një situatë politike komplekse të shtetit shqiptar në fund të viteve 50 të shekullit të 20. Në 20 maj 1959, shtypi në Republikën Popullore të Shqipërisë njoftoi me bujë të madhe për vizitën zyrtare dhe miqësore të një delegacioni të zgjeruar të nivelit më të lartë të Partisë Komuniste dhe të Qeverisë së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, i kryesuar nga Nikita Hrushovi. Mediat shqiptare të asaj kohe, veçanërisht shtypi, i kushtoi vëmendje të veçantë kësaj vizite të gjatë të planifikuar për 13 ditë. Zëri i popullit, organi më i rëndësishëm i shtypit shqiptar të atyre viteve, i rezervonte kësaj vizite 2-3 faqe çdo ditë. Në adresë të Nikita Hrushovit, shtypi emitoi një inflacion të padëgjuar më parë lëvdatash superative, si miku më i madh dhe më i shtrenjtë i popullit shqiptar, miku më i shtrenjtë dhe më i dashur e të tjerë. Ndërsa vizita e tij karakterizohej si një ngjarje e shënuar në historinë e popullit shqiptar, si një festë e madhe popullore, strukturat partijako-shtetërore të propagandës së shtetit shqiptar vonë në lëvizje të gjithë mekanizmat, jo vetëm të publicistikës, por edhe të krijimtarisë artistike. Në rubrikën Populli i këndon kësaj ngjarje të shënuar, u botuan shumë krijime folklorike. Një poezi popullore me gjuhë lakonike e karakterizoi vizitën e delegacionit sovjetik si të paparë në historinë e vendit të vogël të shqiptarëve, dhe Nikita Hrushovin si udhëheqësin e shkëlqyer. Kur s'ka parë historia që të vinë në Shqipëri një udhëheqës që s'ka qindritur si Hrushovi dhe shokët e tij. Jo vetëm kjo, por në një poezi me 42 vargje, një poet punëtor e hynjëzoi ai shumë misionin e delegacionit sovjetik, sa e paraqitja të gati si përcaktues të relievit e të klimës, të florës dhe faunës së Shqipërisë. Gjithashtu për këtë vizitë u botua me gazetën Zëri i Rinisë, Trikëngë dhe një në gazetën Pioneri. Delegacioni vizitoi qytetet kryesore të Shqipërisë, nga Shkodra deri në Butrin, i shoqëruar nga drejtuesit kryesor të Partisë Komuniste të Enver Hoxhës. Në çdo qytet që vizitoi delegacioni sovjetik u organizuan mitingje masive. Në fjalinë që mbanin në këto mitingje, drejtuesit shqiptar dhe ato sovjetik hidhnin parudha për miqësinë e pathyeshme shqiptaro-sovjetike. Mitingjet përgjithsisht i karakterizonte një nivel i lartë i entuziazmit popullor. Perëndimi ishte i shqetësuar për këtë gjë, që në mitingun e parë të organizuar në Shqipëri, Hrushovi tha fare hapur, në qoftë se qeveritë e Italisë dhe Greqisë i lejojnë amerikanët të krijojnë baza për lëshimin e raketave në territorin e tyre, atëherë dhe ne do të detyrohemi të merremi vesh me Shqipërinë, që edhe këtu të krijohet diçka kundër tyre. Si Shqipëria ashtu edhe Hrushovi, në këto mitingje shprehen se nuk ka ndryshime mes tyre. Marrëdhëniet që janë krijuar janë shumë të mira. Përmes komunikimit jo verbal përcjelleshin mesazhe të tjera, të kundërta në krahasim me ato që përcjelleshin me fjalën e folur dhe të shkruar. Në vijim po parashtrohen disa prej këtyre mesazheve. Mitingu i parë u zhvillua në sheshin përpara kombinatit të tekstileve Stalin. Ky kombinat tekstilesh ishte jashtë periferisë së Tiranës. Simbolikisht kjo do të thotë se marrëdhëniet shqiptaro-sovjetike nuk përbënin dhe nuk do të përbënin më hallkën qendrore të marrëdhënieve, por do të kalonin në zona jashtë periferike. Ky miting i parë u zhvillua në sheshin Stalin, ku qëndronte hierën monumenti i Stalinit, i veshur me rroba ushtarake. Partia e Hrushovit e kishte anatemuar politikisht e moralisht Stalinin. Në ish Bashkimi Sovjetik kishin marrë masa për të shkatëruar bustet e Stalinit, ndërkohë në Shqipëri Nikita Hrushovi dhe delegacioni u detyruan të kalonin në hijen e shtrirë të dorës së tij të djathtë. Kjo gjë ishte një provokim i hapur që Shqipëria i bëri atij, por jo vetëm. Kjo gjë dëshmonte simbolikisht edhe për vijën politike që ndiqte dhe do të ndiqte më pas udhëheqja e partisë së shtetit shqiptar. Perëndimorët si dekodues profesionist merrin mesazhin që politika e Partisë së Punës së Shqipërisë sa më shumë ecte në binaret e dogmatizmit stalinist, aq më shumë largohej nga real politika hrushoviane. Kjo gjë binte vetëm në kurriz të popullit shqiptar. Më 28 maj 1959 delegacioni sovjetik vizitoi Shkodrën. Këtë ditë mbërriti në Tiranë një delegacion ushtarak kinez, ndërkohë që delegacioni sovjetik vizitonte qytetet periferike. Delegacioni kinez zhvillonte veprimtarinë e tij në kryeqytet. Simbolikisht kjo do të thoshte se për të ardhmen, në qendër të interesave të shtetit shqiptar nuk do të ishin më si më parë marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, por me Kinën. Kjo u vërtetua në 20 vitet e mëvonshme. Vizita e delegacionit sovjetik jo vetëm që nuk u zgjat apo nuk i përmbushi 13 ditët e përcaktuara publikisht e zyrtarisht, po përfundoi 2 ditë më parë. Simbolikisht kjo tregonte se në marrëdhëniet mes palëve ishte thyer diçka shumë e rëndësishme. Në fakt në fjalët e Hrushovit kur u largua nga aeroporti i Rinasit,
apo në fjalimin e përcjelljes së tij, që u mbajt në Enver Hoxha, nuk viheshin re shenja të mosmarrëveshjeve, të konflikteve të ashpra që po thelloheshin. Në çastin e largimit të Rushovit në aeroport Irina si Enver Hoxha bëri me dorë, një gjes që interpretohet se ai shpëtoi nga një keqje e madhe që tashmë po largohej. Lidhur me këtë, përkthyesi i Rushovit gjatë kësaj vizite, Agim Popa thekson: "A do ditë unë nisa herat për në Moskë, atje për vizitën e tij në Shqipëri u përgatit një dokumentar. Gjatë një seance pune për filmin ku shiheshin sekuencat e përcjelljes së Rushovit në aeroport, regjizori i filmit, i cili si dhe unë nuk ishim në djeni për fërkimet e brendshme të tyre, tha: "Nuk më pëlqen paraqitja e figurës së shokut Enver në momentin e nisjes së avionit." Ai bëri një gjes sikur u çlirua nga diçka. Pra në kundërshtim me komunikimin gojor apo me shkrim të kësaj vizite të gjatë, komunikimi jo verbal përmbante komplet një tjetër gjë. Krerët kryesor të Partisë së Punës së Shtetit Shqiptar ishin shumë të interesuar të përcjellnin politikanëve të shteteve perëndimore, mesazhet e sipër analizuara. Ato do të ndiqnin të njëjtën politikë sikurse edhe Stalini,